Ja, Devran, dje të dërgova një mesazh, pse nuk ktheve përgjigje? U të marrova. Më duhet të mblidha me ende pak. Në rregull, jam mirë tani. A të intereson ende? Ja, sigurisht që më intereson Devran, nuk mund të flija deri në mëngjes. Përveç edhe unë nuk kam fjetur në gjendje më të mirë ndonjëherë. Brenda 2 orësh, do ta gjesh atë shpifës dhe do të mbledhësh të gjithë njerëzit e lagjes. Pastaj ajo vajzë para të gjithëve do t'ju kërkoj falje fëmijëve. Kjo është e gjitha që them. Nezla. Prit një minutë. Si mund të ndodhë kjo kështu? Gënjeshtra. Unë e njoh këtë djalë. Devran Allaz nuk e harroj kurrë këtë emër. Ky burr këtu që po qëndron para neve, pagoi borxhin e tregut të gjithë viteve të kaluara. Libër i bukur që nga, të fshish njerin dhe të mos fshish tjetrin në shpadrejt. Më mirë ta blej komplet librin unë. A është ky problem tani? A je xheloz për zonjën Firuzet, Devran? Dëgjo, kjo gruaja e Firuze nuk është e besueshme, e dëgjova këtë. Nga e dëgjove? Kush ta tha? E zonjë është mbretëresha e të gjithë kasinave në botë, mordjal. Gjithashtu ka likuiduar shumë njerëz, mordjal.